Andrej Babis, miliarderi që mbështet Donald Trump, bëri betimin si kryeministër i Çekisë këtë të martë, duke sinjalizuar një fund të mundshëm të ndihmës për Ukrainën dhe potencialisht marrëdhënie më të trazuara me Bashkimin Evropian. Lëvizja Ano e Babis, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare të tetorit, u bashkua me dy parti euroskeptike për të formuar një qeveri koalicioni. Koalicioni tha në një deklaratë se BE-ja nuk kishte të drejtë të impononte vendime që cënonin sovranitetin e shteteve anëtare, ndërsa gjatë fushatës, Babis është zotuar gjithashtu të kufizojë ndihmën për Ukrainën. U premtoi të gjithë qytetarëve të Republikës Çeke se do të luftojnë për interesat e tyre brenda dhe jashtë vendit, tha Babis në fjalën e tij. I lindur në Slovaki, Andrej Babis është çeku i 7 më i pasur sipas revistës Forbes. Ai e bëri pasurinë e tij si pronar i kompanisë së madhe të ushqimit dhe kimikateve, Agrofert, dhe kompanive të tjera. Gjatë gjithë karrierës së tij politike, Babis është përballur me akuza për konflikt interesi, për rolet e tij në biznes dhe politik, duke shkaktuar protesta masive gjatë mandatit të tij të mëparshëm. Ish antar i Partisë Komuniste, është përballur gjithashtu me akuzat se ka qenë agent i policisë sekrete komuniste në vitet 1980.